Përshëndetje, jam Artan Kacani, jam i ri në lëvizjen bashkë për afërsisht një vit. Unë vi nga qyteti Durrësit, vi nga një familje e majt, me historik majt, nga një lagje e amfiteatrit, ku u bastis në vitin 1943 nga trupat naziste të saj kohe. Në atë moment gjyshime dhe shumë njerëz tjerë lagjes vendosën të bashkoheshin rezistencës. Kjo është një moment historik për Durrësin, është një moment historik jo vetëm për Durrësin, por për shumë qytetarë të gjithë Shqipërisë. Rezistenca vazhdoi në familjen time, brenda në zemër dhe jo në diktaturë. Vazhdoi për të drejtat themelore të shoqërisë dhe ekonomisë njëkohësisht që qytetit i kishte pasur vazhdimisht si prosperitet. Unë vetu linda në 1988 dhe në vitin 2006 shkova në Milano për të studiuar. Ishte viti fundit ku ishim me mira të ri që shkoshin në Itali për të studiuar. Nga viti 2007 do të fillim me qindra, më pak, gjithmonë më tepër. Sepse ishte një gjenerat që prosperonte dhe dëshironte ndryshimin e madh. Unë vetë isha parimet majta, vazhdimisht isha i përkrahur dhe gjeta përkrahje të majtë në Itali nga organizatat ndryshme. Dhe vazhdimisht bëja pyetjen, a ka të ardhur e majta në Shqipëri? Këtë pyetje bëja në 2006, në 2007, 2008, 2009, bashkova lëvizjes në Expo, në TAV, e shumë tjerë me radhë, dhe vazhdoja shifja akoma Shqipërinë. Shifja Shqipërinë, çfarë do të ndodhi? Shifja Lubejnë të vjetër, që e qyshin vetëm demokrat, por që flisin vetëm për të djathtën. Vetëm të shkrynin njerëzit, vetëm të shkrynin pasuritë e tyre, të shkrynin pronat, dhe vazhdimisht në vitet qaja, seriozisht. Derisa filloi nga viti 2010, 2011, 2012, filloi të shoh në televizor një seri grup të rish. Ishte organizata politike në atë kohë. Kishim bërë një seri aksionesh në qytet, në Tiranë, atë kohë me universitetin, dhe diçka unë gjallë brenda meje. Thash, bravo, ky është momenti duhur vërtet, ku Shqipëria vërtet po fillon të mendojë për një ndryshim të madh. Në atë kohë unë kisha parë vetëm një demokraci fake që ishte krijuar falsë, më ta quajmë kështu, që ngreshin dy gishtat. Ma mend memorien e prindërve të mi në sheshin e Durrësit, ku ngreshin foto dhe unë në krahët e tyre për dy gishta. Dhe mbaj mend për diçka që ishte për pluralizëm, ishte për një alternativë tjetër për kundrejt diktaturës. Gishti i dytë ishte për një alternativë dhe për pluralizmin, nuk ishte për Partinë Demokratike. Megjithatë, ne sot të shohim listën, kur hapim listën sot zgjedhore, në qarkun Durrës, shohim 15 parti, ku 13 janë ultra djathta, ngacmojnë lëvizjen bashkë, se nuk bën aleancë, ku të gjithë të djathtët janë së bashku me njëri tjetrin, dhe vetëm aleancën nuk e bëjnë me njëri tjetrin. Pra, kuptojmë që kemi bëjmë me një pluralizëm të djathtë, që është krijuar nga Nathanishi, dhe kuptojmë një e majtë e cila vazhdimisht është shtypur për të krijuar një pluralizëm të vetë. Unë këtë pluralizëm ja dedikoj më tej për krijimit teorik dhe për plasjes gjithë bisedave intelektuale Arlindit, pikërisht sepse ka qarë një stereotip të keq që mund ta quajmë të Shqipërisë që ka qenë mbi të majtën. Dhe Arlindi vërtet me guximin e tij, me nënshtrimin e teorisë dhe mendimit, dhe vazhdimisht duke sqaruar atë në tema të gjata, vazhdimisht në përkushtim ka rritur besoj që të thykte stereotip dhe të sjellë numrin 2 e pluralizmit të të majtës në Shqipëri. Tashti lufta për pluralizëm vazhdon. Vazhdon për pluralizëm, unë vetë jam planifikues urban dhe e shoh në tema të prekshme. Para 2 javësh isha në protestë në mbrojtje të kamionistëve të Durrës. Ma e mend portin e Durrësit, ku jam nisur në 2006, ishte një port me pluhur, me baraka, kudo. Trafiku vazhdon akoma sot, si trafiku informal, për edhe trafiku organizuar të organizatave të ndryshme, është një realitet i Durrësit. Dhe shkova për të mbrojtur kamionistët, për të dëgjuar sepse kishin orë të tëra që rishin në autostradë, kishin bllokuar autostradën, kishin bllokuar portin, kishin bllokuar skanerin, dhe kjo gjë përsëritej çdo të mërkurë, çdo të premte.
Mbaj me në porti që ka qenë dikur, ndërkohë që kaloja një derë pas një derë, i thoja orojeve të portit, i thoja jam këtu për punëtorët e kamionistëve. Sa po dëgjoni këtë gjë direkt hapni dera. Kjo ishte një gjë që më bëri shumë përshtypje. Shkoj në fund tek pas 4 dyre, shkoj tek sheshi i trageteve, tek sheshi i kamioneve afër skanerit. Aty ishin të gjithë kamionistët rreshtuar dhe po kërkoshin të drejtat e tyre. Dhe një ndër gjërat që më erdhi në mend ishte unë mbaj mend para 15 viteve portin tjetër, si ka ndryshuar. Po ndërkohë shoh cilësinë e jetesës, këtu e kamionistëve që nuk kanë ndryshuar asnjë gjë. Ka ndryshuar porti, ka ndryshuar anijet, ka ndryshuar ndërtimet, ka ndryshuar një seri gjërash digjitale. Po ku vjen puna tek punëtorët, asnjë gjë. Ato ishin akoma si të fjetur për ore shtetëra, kishin ngrënë në kamion për ditë shtetëra, dhe ishin aty në kushtet e tyre të njëjta ashtu si para 20 viteve. Dhe fillova të mendoj, fillova të shoh në internet, kur kanë filluar protestat për skanerin në portin e Durrësit. Dhe protestat e skanerit ishin çdo zgjedhje parlamentare. Në 2009, 2013, 2017, 2021, tash e plak 2021. Ai zot e di se kush e bllokon skanerin përpara zgjedhjeve. Në këtë pikë shkova dhe kuptoj pikërisht për atë drejtat e tyre. Dhe kuptova që drejtat e tyre janë shtypur si punëtorë. Dhe i thash, këtu mund të ndryshojë çfarëdo gjëja. Mund të ndryshojë porti, mund të ndryshojnë edhe aeroplanët, mund të ndryshojë edhe kurrudha, por kushtet e punëtorëve nuk do të ndryshojnë asnjëherë. Nëse ne vërtet nuk krijojmë një lloj koshence për të drejtat e punëtorëve. Nëse ne nuk fillojmë të merremi me të drejtat e tyre. Kjo është një sfidë jo vetëm për portin e Durrësit, por kjo është një sfidë edhe për qarkun e Fierit, edhe për shumë qarqe tjera. Vetë për shembull nëse llogarisim qarku i Fierit ka dhënë afërsisht 60% ushqim i gjithë Shqipërisë. Totali i prodhimit ujësor ka shpërnduar këtu dhe ka ushqyer 60% të Republikës së Shqipërisë. Sot ne bëjmë një pikpyetje. Çfarë zhvillimi duam bëjmë? Zhvillimin e naftës, gazit apo bujqësisë? Janë pyetje shumë domethënëse. Për një urbanist, për një që duhet të planifikojë territorin, mendon kosto fundaja, sepse të dyja janë edhe diku sektore konfliktuale. Po përgjigjja nga vjen do të thonë. Nuk vjen as nga territori, nuk vjen as nga politika, vjen kryesisht nga punëtorët. Ne duhet kuptojmë gjithmonë këto punëtorë se çfarë karakteristikash kanë, çfarë nevojash, çfarë formimesh kanë, dhe vetëm formimi i tyre, vetëm dëshira e tyre për prosperuar, do të na japë vërtet përgjigjen e zhvillimit ekonomik që i duhet Shqipërisë. Prandaj